Prej më shumë se një muaj, këmbë njeriu nuk shkeli këtu. Brenda zyrës së PDK-s në Drenas, ulset mbetën të shpërndara. Stilolapset bashkë me letra mbi tavolinën ku ishin zhvilluar diskutime për caktimin e kandidatit për kryetar në zgjedhjet komunale. Ditë më vonë, Ramiz Ladrovci kishte hapur selinë e PDK-RL-s në një pjesë tjetër të qytetit, ndërsa kandidati zyrtar i PDK-s Petrit Hajdari vetëm në kohën tjetër të ndërtesës. Pak pasi kishin dalë rezultatet e para që e nxorën fitues, Ladrovci deklaroi se në zyrë do kthehet si udhëheqës menjëherë. Kjo është zyra qendrore e Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas. Dera e saj është mbyllur përkundër që para 2 ditësh pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryetari Ramiz Ladrovci kishte deklaruar se pas përfundimit të numërimit të votave do kthehen këto për ta vazhduar punën siç ishin më parë. Gjatë të martës, pjesëtarë të kryesisë së PDK-s dhe personat të afërt të Ladrovcit në garën zgjedhore ishin të paqëlqyeshëm për të deklaruar nëse janë të hapur për diçka të tillë. Por njerëz të çështjeve politike vlerësojnë se bashkimi i rrugëve mes PDK-s dhe Ladrovcit është vetëm çështje kohe. Pres bashkohet sepse çdo gjë ai bën më shumë dëm Partisë Demokratike të Kosovës dhe leadershipit të saj. Këto e mirëpresin edhe drenicasit. Kandidat më kthye, tipse ku larguve saj. Partia Demokratike ka vlerat e veta, po edhe Ramizi ka vlerat e veta. Kështu që nuk e di arsyen. Nga një zhvillim i tillë vlerësohet se do fitonin të dyja palët. Fituesi më i madh është PDK-ja sepse është parti e madhe, parti serioze, parti shtetformuese, sepse nëse nuk do ta kthejë Ramiz Ladrovci, tani do ta ketë një komunë mangut në qeverisje dhe sigurisht se në një të ardhme edhe Ramiz Ladrovci do të shuhet siç po shuhet partia Vjosa Osmanit. Ladrovci mes të hënës dhe të martës ishte në një udhëtim në Suedi ku shkoi për ta ndjekur ndeshjen Suedi-Kosovë. Nga Malmo drejt Prishtinës pritet të udhëtojë të mërkurën.